Shqipëria renditet e dyta në Ballkanin Perëndimor për nivelin e borxhit publik në raport me prodhimin e brendshëm bruto, pavarësisht uljes së këtij treguesi gjatë viteve të fundit. Sipas të dhënave më të fundit tremujore të Komisionit Evropian, në tremujorin e tretë të vitit 2025, borxhi publik i vendit arriti në 53.5% të PBB-s. Në krye të listës qëndron Mali i Zi me 58.6% të PBB-s, ndërsa pas Shqipërisë renditet Maqedonia e Veriut me 50.3%. Serbia regjistroi një borxh publik prej 43% të PBB-s, ndërsa Bosnia dhe Hercegovina dhe Kosova shënuan nivele dukshëm më të ulta, përkatësisht 26.4% dhe 16%. Komisioni Evropian vlerëson se borxhi publik mbetet një tregues kyç i qëndrueshmërisë makroekonomike, indikuar nga masat fiskale të ndërmarra pas krizave ekonomike, kostot e shërbimit të borxhit dhe nevoja për financimin e shërbimeve publike. Raporti thekson se për vendet e Ballkanit Perëndimor, veçanërisht ato që synojnë integrimin në Bashkimin Evropian, menaxhimi i kujdesshëm i borxhit dhe forcimi i disiplinës fiskale janë thelbësore për stabilitetin afatgjatë ekonomik.